Gjatë ditës së djeshme ndodhën 3 aksidente të një pas njëshme, prej të cilëve 2 në autostradën Gostivar Tetov dhe 1 në rrugën rajonale Gostivar Çegran. Aksidenti i parë ndodhi rreth orës 14 në afërsi të mbikalimit për në fshatin Tumçevisht, ku përplasën 3 automjete, një Mercedes me regjistrim të Serbisë, drejtuar nga 29 vjeçari BB nga fshati Negotin, një Polo me regjistrim të Shkupit që drejtonte 50 vjeçari NE nga fshati Glumov i Shkupit dhe një mjet transportues Mercedes me regjistrim të Tetovës drejtuar nga 44 vjeçari AI nga Tetova. Nga aksidenti, drejtuesi Mercedesit ka marrë lëndime trupore dhe me një automjet tjetër është sjellur në spitalin e Gostivarit. Pas dhënies së ndihmës mjekësore, gjendja e tij është stabilizuar dhe është lëshuar në shtëpi. Aksidenti i dytë ka ndodhur rreth 1 kilometre larg nga pika pagesore në Gostivar, diku rreth orës 16 kur janë përplasur 2 automjete, një Peugeot me regjistrim të Gostivarit drejtuar nga 51 vjeçari AB nga fshati Negotin dhe një Citroen me regjistrim të Ohrit që është drejtuar nga 41 vjeçari IG nga Ohri. Ndryshe nga aksidenti i parë, në aksidentin e dytë nuk ka të lënduar, kurse dëmi material nga të dy aksidentet shkon në 250.000 denar. Organet e hetuesisë kanë kryer hetim në vendngjarje dhe punohet për zbardhjen e plotë të shkaqeve që shuan deri tek këto 2 aksidente. Autostrada Gostivar Tetov dhe disa rrugë të Gostivarit, 4 ditët e kaluara kishin fatin e keq për vozitësit e Gostivarit, por edhe për gjithë vozitësit e tjerë që kanë frekuentuar këto akse rrugore. Si duket, më të pafat kanë qenë vozitësit nga Negotina, të cilët janë përfshirë në 3 nga gjithsejt 5 aksidentet e ndodhura së fundmi, dhe përpasoj njëri nga ata ndëroi jetë në vendngjarje. Nga aksidentet e tjera, bilansi ishte 10 persona të lënduar, mesin e të cilëve kishte edhe një fëmijë 13 muajsh. Në aksidentin e tretë, i cili ndodhi rreth orës 17 në rrugën rajonale Gostivar Çegran, automjeti Fiat me regjistrim të Tetovës, drejtuar nga 40 vjeçari DN nga Tetova, ka goditur një fëmijë 6 vjeçar nga Çegrani. Nga goditja, i mituri ka përfunduar me lëndime trupore dhe me një mjet tjetër është dërguar në spitalin e Gostivarit, ku pasi ka marrë ndihmën mjekësore, gjendja e tij është stabilizuar dhe është lëshuar në shtëpi. Sipas organeve të hetuesisë, deri tek ky aksident ka ardhur si pasojë e pakujdesisë së fëmijës në rrugë. Kujtojmë se gjatë fundjavës në Gostivar ndodhen edhe disa aksidente tjera, veçohet ai ndodhur në fshatin Padalish, gjatë të cilit u lënduan 8 persona.